Mirë mbrëma, lajmi që ndau botën më dysh. Po, është një lajm i fundit dhe nuk është vetëm që ka ndarë botën më dysh, por ka të bëj direkt me ne. Ka të bëj me secilin prej nesh. Dëgjojeni me kujdes atë që do t'ju them tani, sepse Rusia ka bërë një lëvizje që shumë pak e kanë kuptuar. Do ta kujtoni këtë ditë që po ju them sot. Bota nuk do t'jetë më e njëjtë dhe mbajeni mend këtë. Në qoftë se ndonjëri nga ju dëshiron ta shkarkoj këtë video dhe ta mbaj aty në telefon apo në kompjuter, mbajeni mend. Do dëgjohemi pas 5 ose ndoshta 10 vitesh dhe do shikoni diferencën e madhe. Për ata që nuk e din ose që nuk janë të informuar, Rusia ka bërë një lëvizje që askujt nuk ja priste mendja. Një lëvizje vërtet gjeniale e Putinit. Por përpara se të flas për këtë, doja të nënvizoja diçka tepër të rëndësishme. Do t'ju lutesha. Unë nuk di asgjë. Unë thjesht informohem, por duke diskutuar së bashku sepse jetojmë në këtë planet, pra në këtë shtëpisë të vogël, dëshiroj që ne duke diskutuar të kuptojmë, sepse unë mësoj nga ju mësoni nga ato diskutime që unë hedh shkëndijën dhe do të dim se si do sillemi. Dhe ka disa që bëjnë disa komente banale, sepse fola diku shumë thjesht, pikërisht për këtë argument, mirë po shumë njerëz nuk e kuptuan. Këtu jemi ndryshe dhe kam vërej që këtu ka më qetësi dhe mundoheni që të kuptojmë me më qetësi, ndonse minutazhi është më i gjatë. Kush është rastisht dhe nuk e ka bërë ende le t'i bëj like faqes që të shihemi sërish dhe ju falenderoj që jemi prerë bashkë. Atëherë, Rusia ka bërë diçka që askujt nuk ja priste mendja. Putin sapo ka firmosur një dekret. Firmosi një dekret në datën 1 dhjetor dhe duke filluar nga data 2 dhjetor i këtij viti, Rusia pret, pra mund të futen pa viza gjithë Kina. 1 miliard e 400 milion banor kinez mund të futen kur të duan në Rusi. Mund të qëndrojnë aty për 30 ditë, sepse për momentin e ka bërë për 30 ditë, pra për një muaj, dhe pastaj me kalimin e kohës, sepse këtë e ka vendosur deri në shtator të vitit 2026. Dhe pastaj, padyshim do ta bëj që do të shtohet gjithmonë më shumë muaj për të qëndruar etj etj. Por çfarë ka bërë kjo lëvizje? Se ky është thelbi. Atëre, në tetor, para disa muajsh, më duket në qershor, jo në tetor, në qershor të këtij viti, Putin bëri diçka. Meqense gjithë Evropa filloi që ti shkonte pas që ta ngacmonte, ai çfarë bëri? Tani ka vendosur sanksione, me fjalë ka vendosur ligje botës, përveç Kinës, si ju thash, Evropës, Amerikës apo kushdoi që të shkojë në Rusi, ai ka vendosur ligjin që së pari kush kërkon vizë, jo të gjithë u jep vizën. 1. E dyta, ti në qoftë se do marrësh vizën, duhet ta marrësh jo gjithmonë. E keni parasysh kur merr vizën për shkakun që ti brenda një viti shkon një herë dhe kthehesh, shkon 2 herë dhe kthehesh, jo më. Pra ti do shkosh dhe sa herë që do shkosh do marrësh vizën. Kur kthehesh, ajo vizë nuk është më aktive, pra nuk është më rregullt. Kështu që ti kur del nga territori rus, ti atë vizë nuk e përdor dot më. Këtë ka bërë për të kontrolluar njëkohësisht, sepse ka disa që për mendimin e tij krijojnë probleme brenda vendit. Dhe ky është një tjetër problem. Por tani, të kthehemi te kinezët. Pra ai vendosi që të firmosi në datën 1 dhjetor një dekret ku lejon të gjithë banorët kinez të futen në Kinë. Dhe çfarë ka ndodhur në sintezë? Brenda një pak ditësh, që pak ditë kanë kaluar, janë rritur të gjitha çmimet, pra buxheti financiar shtetëror, në të gjitha fushat dhe ka bërë një rritje në një periudhë thash shumë të shkurtër, në 4 ditë, 5 ditë, ka bërë një rritje në 800%. Disa u futën duke bërë disa komente banale, nuk është se e them unë këtë. Këto i gjeni ku të doni. Disa thon 400, disa thon 500. Rusia nuk thot atë sa. Por megjithatë ka patur rritje dhe do të them se përse. Sepse ky është thelbi i bisedës. Nuk është se sa, nëse është 800 apo 400 apo 100. E rëndësishme është që buxheti financiar shtetëror është rritur tej mase. Pra jo si më parë, jo 2% apo 3%. Po pse është rritur? Sepse tani janë dyndur kinezët
dhe duan të shkojnë në Kinë. Kush do që të shkoj të vizitoj Kinën, kush do që të bëj biznese, etj. Dhe hotelet janë pothuajse të gjithë full. Me fjalë kanë bërë perorotime në për hotele, restorante, autobuse, tram, avione, çfarë të në çdo pjesë të jetës. Dhe kjo, pra buxheti që është futur në këtë rast në Rusi, është rritur në 800%, pra në krahasim me vitet e kaluara ku kishte lëvizje të turizmit. Pra merreni me mend me një lëvizje shahmat që i bëri botës. Pse them këtë tani unë shahmat? Nuk jam me askënd, i keni vënë re që mundohem që të jem le të themi neutral, ose asnjënës, por ka një gjë. Sepse nëse ti ngacmon diçka që ti, sepse Putin, nëse ti e blen gazin apo naftën e blen nga Putin, ndoshta edhe minerale që i merr nga Putin, ti po e ngacmon dhe nga momenti që ti e ngacmon, ai ngre taksat. Ti je i detyruar pastaj që të pagosh sepse ku do ta marrësh. Si për shembull tani problemet që kanë ndodhur kohët e fundit. Sepse çfarë ka ndodhur? Për ata që nuk janë të informuar, është rritur gazi dhe është rritur nafta. Pse u rrit nafta? Nuk është se ata e ngacmojnë, ata ndoshta e ngacmojnë për disa probleme tjera, ndoshta sepse kanë se ku e marrin naftën, dhe çfarë bëjnë? Ngacmojnë Rusinë që thonë ne e marrim nga Rusia, pastaj shkojnë gjëja e marrin diku tjetër aty ku e merrnin gjithmonë dhe rrisin vlerën e naftës. Pse kjo? Sepse u rritet buxheti i tyre, pra i atyre që sundojnë gjithmonë botën. Tani, problemi është që ti duke ngacmuar Rusinë, Rusia fuqizohet. Dhe në këtë rast u fuqizua. Çfarë do të thotë kjo? Që BRICS-i, pra ai që kemi thënë rendi i ri botror që lindi në vitin 2023-2024, pra që brenda bën pjesë Rusia, Kina, Korea, India, Brazil, një pjesë e Afrikës, etj, Turqia, etj. Pra të gjithë këta që janë pjesë të BRICS-it tani janë më të fortë. Nuk kishte pse të flisnim për këtë që lëvizje që bëri Putin tani, por ne mjaft që të përmendim Turqia ka 500 e ca vjet, 600 vjet që nuk ka guxuar që ta prek njëri Turqinë. Dhe mendohet që Turqia nëse mbyll tani me çelës gjithë import-eksportin, ka rezerva që të mund të jetojë deri në 500 vjet. Të paktën kështu thuhet. Njëkohësisht Rusia nëse mbyll çelësat me eksport-importin, pra që mos ketë lidhje me jashtë vendin, tregohet që mund të jetojë deri pa marrë dhe pa dhënë asgjë deri në 300 vjet. Pra ka rezerva deri në 300 vjet. Tregohet që Turqia është më shumë nga të tjerat. Megjithatë, keni Indinë, ndonse India duket si një shtet i varfër, por India është një shtet, pra buxheti financiar shtetëror është shumë i lartë. E njëjta gjë me Koren, e njëjta gjë me Kinën, etj. Pra ne duke parë nga këtu që Kina për shembull është një potencë e madhe sepse 60% të produkteve që prodhohen në Kinë janë ato që shkojnë në gjithë botën. Pra duke rritur dhe çmimin, sepse do ta shikoni pas pak që do rritë dhe çmimi në Kina, sepse tani kanë vënë sanksione të forta, kështu që dal nga dal do rrisin që të marrin dhe do bëhen të fuqizuar. Ata janë që tani kanë fuqi marrëmendse, por do fuqizohen akoma më shumë. Dhe kjo do të thotë që bota tashmë u nda më dysh. Pse u nda më dysh? Sepse BRICS-i nga njëra anë e tha haptazi tani. Me këtë lëvizje që bëri Putin, është haptazi. Haptazi që ne jemi kundër jush. Për më tepër, e tha dhe haptazi Putin. Nëse Evropa tha do të bëj lufta, ne jemi gati kur të doni. Pra kjo për t'i treguar dhëmët njëkohësisht jo vetëm të forcës, por jo vetëm ushtarake, por edhe ekonomike. Dhe kjo ishte lëvizja më gjigande që mund të bënte Putin. Pra ai asi që thonë të gjithë që nxori asin tani dhe të gjithë janë të trembur. Tani lexova disa komente, thash diku tjetër që kisha folur, por shumë thjesht, ku thoshte dikush, po mirë, çaj pëlqet Evropës për shembull për rusinëve. Shiko, ne jetojmë në një botë që është e rrumullakt. Ose ndoshta është edhe tepsi, nuk na intereson shumë kjo. Por e rëndësishme është që nëse nuk ka marrjedhënie, pra nuk ka unë t'jap këtë ti m'jep këtë,
ti nuk mund të mbjetosh dot. Dikush nga ju do thotë, po mira, atëherë edhe Rusia është e njëjta gjë. Jo, sepse Rusia pikë parë ka 5 minerale që shumë rrallë gjenden, vetëm Shqipëri gjende 7 minerale. Por njëkohësisht, sepse Shqipëria ka sa të doni, vetë se ka disa teknika që janë firmosur me kohë dhe bëjnë gjëra sikur nuk ka. Por Shqipëria mjafton çdo gjë që prodhon në vend mund të mbijetojë. Dhe e njëjta gjë është dhe Rusia. Rusia mund të mbijetojë vite të tëra sepse ka të gjitha aty brenda. Dhe kjo, pra duke u bashkuar me Kinën, me Koren, me Indin, me Turqinë etj, Kazakistanin, pra duke u bashkuar me të gjitha këto, bën një potencë e madhe. Dhe nga ky moment ato janë bashkuar prej kohësh të i quajtur BRICS-i, por nëse do dalin haptazi, pra duke kërcënuar njëri tjetrin, atëherë çdo gjë merr fund. Bota shkatërrohet totalisht. Por në këtë moment, me këtë lëvizje që ka bërë Putin, ka bërë një lëvizje geopolitike madhështore. Sepse tani, si që thash, me 1,4 miliard kinez, ai ka bërë që ekonomia e vendit të rritet në maksimum. Njëkohësisht edhe lëvizje politike, sepse duke mbajtur një pjesë të banorëve, ata janë ushtarët e tij. Nëse ndodh diçka që të tregoj në radhë të parë njerë që shiko, u ka ndodhur diçka kinezëve që të ngrihet dhe Kina. Kina nuk e ka problem. E ngrihet edhe pa patur një konflikt. Megjithatë, kjo ishte një lëvizje geniale. Për mendimin tim, doja t'u pyes edhe juve çfarë mendimi keni. Por nga data 1 dhjetor, pra nga sot, nuk është 1 dhjetori, por nga sot e tutje, bota nuk do t'jetë më ajo që ne njohim. Pra do t'jetë krejt ndryshe. Ato marrëdhëniet diplomatike apo ekonomike do të ndryshojnë jashtë mase. Dhe do ta mbani mend që do të rriten çmimet. Mbajeni mend këtë. Do të rriten çmimet në Evropë dhe do të rriten çmimet në Amerikë, madje edhe në botë, përveç se BRICS-i nga ana e tyre. Pikërisht pra sepse inflacioni do të jetë shumë i madh. Në këtë rast për shembull, që sot që po lexoja, janë ulur këto asetet e pjesës tjetër të botës, pra e botës së zhvilluar, duke filluar nga Evropa dhe Amerika, janë ulur në 14%. Pikërisht nga lëvizja që bëri Putin, 14%. Nuk e di, e kuptoni apo jo. Dhe me kalimin e kohës, nëse kjo e intensifikohet, do ulet akoma më shumë këtej dhe do ngrihet më shumë andej. Pra, ajo ngërdheshja nuk e kuptoj se përse ndodh, pra që mundohen që të marrin Ukrainën, unë po shoh krejt të kundërtën. Bile sot lexova para pak minutash, lexova që Putin e dha lajmin bom për të gjithë. Tha, unë do ta marr, tha, Ukrainën dhe kaq. Do ta marr me dashje apo pa dashje. Pra nuk ishte shprehur asnjëherë kështu. Në këtë moment unë mendoj që duhet nga njëra anë duhen të tërhiqen. Mirë po flas për Evropën dhe Amerikën. Mendoj, Amerika nuk është pjesëtare tani ballë për ballë, po në sintezë kuptohet që është aleate me Evropën. Megjithatë, unë mendoj që është një moment shumë delikat, por lëvizjet që po bëhen nga ana tjetër, pra BRICS-i dhe Rusia, ku ta di unë, janë lëvizje që ndoshta janë menduar prej kohësh, por janë lëvizje shumë të forta që përcaktojnë kufijt dhe përcaktojnë edhe politikën botërore duke filluar nga tani e tutje. Megjithatë, pres komentet tuaja, çfarë mendimi keni për këtë argument, sepse unë kam mbetur pa fjalë. Sot kam mbetur pa fjalë duke lexuar ato shifra, mbeta pa fjalë. Jemi pjesë e këtij planeti, jemi pjesë e kësaj bote. Duhet të dimë, të informohemi. Budallë që ka sa të doni në për TikTok apo ku ta di unë. Mirë, këto janë diskutime serioze, sepse në radhë parë jemi të informuar ne. Nëse keni vënë re, ata të zgjuarit, ata që sundojnë me të vërtet drejtorët apo ku, nuk tallen lart e poshtë. Nuk shikojnë për TikTok. I shikojnë në për TikTok? Ja. Sepse ata punojnë. Kështu që ne të paktën, aq sa kemi, ne kemi atë pak sa kemi të paktën të informohemi, që të arrijmë t'u afrohemi atyre, sepse nuk i kapim dot, por të paktën t'i afrohemi. T'u afrohemi
atyre që me të vërtet sundojnë. Sepse, si që kam thënë, informacioni është dije dhe dija është pushtet. Pres komendet tuaja. Natën.